Klinika Universitare e Kardiologjisë në vend përfaqëson një nga institucionet më të avancuara dhe të specializuara në fushën e diagnostifikimit dhe trajtimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Me një përkushtim të palëkundur ndaj shëndetit të pacientëve, klinika ofron teknologji moderne, staf mjekësor të trajnuar dhe shërbime profesionale në përputhje me standardet ndërkombëtare. Në krye të këtij institucioni qëndron Dr. Bekim Poçesta, një emër i njohur në fushën e kardiologjisë, i cili me përvojën e tij shumëvjeçare dhe vizionin drejt inovacionit ka kontribuar ndjeshëm në ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore në vend. Në udhëheqjen e tij, klinika është bërë një qendër referimi për trajtimin e sëmundjeve të zemrës, jo vetëm për qytetarët e Maqedonisë, por edhe për pacientët nga rajoni. Për fat mirë, të gjitha mundësitë për trajtim të pacientëve në klinikën tonë, të them nga 98% ekzistojnë. Tash kushtet flas profesionale, dhe më thënë aparaturat, kuadri profesional të cilin e kemi, jemi në gjendje që të ofrojmë të gjitha shërbimet moderne, bashkëkohore në trajtimin e sëmundjeve kardiologjike. Sa i takon kushteve në kuptimin e kapacitetit me të cilin mundojmë, me ashtu si që është parapar, për që është parapar klinikës, një qendër terciare, për fatë keq, kemi një mbigarkesë në numrin e pacientëve për shkak të një disfunksioni në përgjithësi të sistemit shëndetësor, të mos koordinimit ose mos funksionimit të asaj që i themi në lidhjes mjekësi primare, sekondare dhe pastaj ne si qendër terciare, për të cilën shpesh kemi diskutuar edhe me strukturat udhëheqëse të Ministrisë së Shëndetësisë, me Ministrin e Shëndetësisë, dhe për cilën ka disa muaj që bëhen përpjekje që kjo punë të rregullohet në maksimum dhe të funksionon i gjithë kjo linjë vertikale e mjekësisë primare, sekondare, me qëllim që edhe në këtë aspekt shërbimet të jenë edhe më të plota dhe më të themi kuptim të përshtatshme për pacientët dhe secili pacient ta merr në maksimum atë që duhet dhe të eliminohen këto ngarkesa, këto mbingarkesa në numrin e pacientëve, sepse si thash, klinika si qendër terciare ka një kapacitet të caktuar, dihen të cilat saktësisht se cilat diagnoza duhet të vinë dhe kur duhet të vinë për të kërkuar trajtim në qendrën terciare. Me këtë do të rritet sigurisht kualiteti i shërbimit për vetë pacientët. Sigurisht, ne si klinikë kemi gati, si thash, të gjitha aparaturat të cilat janë të nevojshme për trajtimin e pacientëve me probleme kardiologjike. Normalisht që gjithmonë këto aparatura kërkojnë që të servisohen, të rinovohen dhe kështu. Këtë gjithmonë jemi në kontakte dhe bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe këto realizohen ashtu tash në kohën e fundit. Kemi marrë vetëm edhe pëlqimin që do të zëvendësojmë njërin nga aparatet e angiografisë me një aparaturë të re. Në këto 2 vitet e fundit kemi marrë edhe aparaturat për trajtimin e asaj të cilët deri para 2 vjetësh pacientët tonë shkonin për trajtim jashtë, që është për punën e aritmive. Tash i kemi të 2 sistemet më moderne që ndodhen në të gjithë botën dhe kështu që në vitin e kaluar dhe si vjet trajtimi këtyre pacientëve shkon në mënyrë shumë të rregullt dhe nuk kemi nevojë fare që këta pacientë të dërgohen tash jashtë shtetit. Me këtë edhe kursejmë edhe buxhetin e shtetit në vendin tonë. Ne i kemi të gjitha, sepse këtu trajtohen në mënyrë specifike, por kështu që nga ato problemet më të zakonshme, të cilat mundet lirshëm të zgjidhen, siç thash që parë edhe në nivelin e mjekësisë primare dhe sekondare, siç duke filluar nga hipertensioni, nga aritmitë më benigje, deri te rastet më të vështira, se sigurisht kjo është vendi ku gravitojnë të gjithë smurët kardiake dhe ne merremi me të gjitha. Ne kemi arritur që në vitin e kaluar të fillojmë me trajtimin të aritmive më komplekse, për shkak se tash kemi në dispozicion të 2 aparaturat të cilat e mundsojnë këtë dhe tash ata që shkonin përpara jashtë shtetit, siç është trajtimi i aritmive komplekse, që është fibrilacioni atriale dhe aritmitë ventrikulare, të cilat të gjitha përpara shkonin jashtë. Tash që nga viti i kaluar, të gjithë këto trajtime bëhen në klinikët e ne. Këta janë për një pjesë
kardiologjistë. Ne thash që shumicën e dërmuese të intervenimeve i bëjnë, janë rastet pastaj të veçanta, specifike, të cilat sigurisht i vlerësojnë ne, të cilat kanë nevojë, por janë shumë më të ralla. Ka ngarkesë, unë besoj jo vetëm në qendrën në klinikën e kardiologjisë, por besoj edhe në gjitha klinikat e tjera, që bashkëqytetarët tanë duhet të jenë të sigurt se ne mundohemi në maksimum të japim shërbimet tona të gjithë atyre, ndonjëherë ka pritje, ka ashtu, po duhet ndonjëherë durim, sepse ne do të ofrojmë atë që kemi mundësi të ofrojmë. Jo me 100%, po mbi 100% mundohemi të ndihmojmë. Në klinikën universitare të kardiologjisë në Maqedoni, priten zhvillime të reja në kuadër të përforcimit të kapaciteteve mjekësore, theksoi drejtori i klinikës, Dr. Bekim Poqesta. Megjithatë, Dr. Poqesta theksoi se mungesa e personelit mjekësor vazhdon të jetë një ndër problematikat kryesore. Në përgjithësi në klinikën tonë, sa i takon numrit të mjekëve, për momentin kemi numër të mjaftueshëm, tash do kemi edhe disa punësime të reja të mjekëve që janë në specializim për kardiologji. Kemi një ekip të përgatitur në të gjitha sferat e kardiologjisë, kemi profesionistë, specialistë, të cilët janë specializuar dhe janë në kontakte të vazhdueshme edhe me klinikat më me zonë në Europë edhe më gjerë. Janë me të pajisur edhe me sertifikata ndërkombëtare për intervenimet të cilat i bëjnë, kështu që në këtë aspektin thash mjekësor në përgjithësi jemi të kënaqur, por sigurisht që kjo punë është e vazhdueshme, nuk ka mjekësi edhe në kardiologji dhe ashtu një punë që është sot, por ajo gjithmonë duhet të zhvillohet më shumë e më shumë. Probleme kemi siç është ashtu, më duket edhe në të gjithë shëndetësinë me personelin e mesëm, sidomos një problem numri i infermierëve është i pamjaftueshëm, edhe përkundër kërkesave për shtimin e numreve. Problemi është edhe në miratimin ose aprovimin nga Ministria e Financave për të marrë personel të mesëm, por problemi është edhe largimi. Për shkak të, lirisht të themi, pagave të pamjaftueshme, për fat keq një pjesë e madhe e këtij personeli, siç e dim të gjithë, shkojnë pas mundësive më të mira në vendet e Evropës perëndimore, edhe kjo ndoshta është një plagë të cilën mundohemi të shërojmë edhe të kompenzojmë me aq sa kemi mundësi. Mjekët tanë të kardiologjisë kanë vendosur ura të forta bashkëpunimi me kolegë nga vendet e rajonit, por edhe të Evropës, theksoi Dr. Bekim Poqesta. Marrëveshje konkrete me spitale nuk jemi, por jemi vazhdimisht me kolegët në të gjithë kolegët kardiologjisë, pa marrë parasysh në të gjithë Europën. Kemi kontakte të zakonshme, mjekët tanë shkojnë në vizita në përmirësim të aftësire të tyre profesionale, sigurisht edhe ata vinë në klinikën tonë, kemi bashkëpunime të tilla me shumë qendra relevante dhe të rëndësishme kardiologjike. Sigurisht edhe kemi bashkëpunim edhe me qendrat rajonale, duke filluar nga Tirana, Prishtina, Beogradi, Sofia edhe më gjerë. Drejtori i klinikës universitare të kardiologjisë, Dr. Bekim Poqesta, tha se kardiologjia luan një rol jetik në parandalimin, diagnostifikimin dhe trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Klinika universitare e kardiologjisë përfaqëson një institucion të specializuar ku ndërthuren kujdesi profesional, kërkimi shkencor dhe edukimi akademik. Përmes punës së palodhur të stafit mjekësor dhe pajisjeve moderne, kjo klinik kontribon ndjeshëm në përmirësimin e shëndetit publik dhe në formimin e brezave të rinj të profesionistëve të fushës së mjekësisë. Roli i saj është i pazavendësueshëm në sigurimin e një sistemi shëndetësor, funksional dhe të orientuar drejt pacientit.